vllahun shqiptar nuk fiton mbi të vllahun shqiptar. Sot kjo traditë u shkel. U shkel nga ta kriminalë që quajnë vetë politë, por nuk ka politë, por jeni qertë. Jeni qertë të poshtër. Shamarën në plakun e tyre, ka lojë shqiptarë për kokën e tyre. Po kanë të pyetje për këtë plerë të Evropa. O plerë, pyetje tonë kanë pjetë e ti për putë. Nuk kanë pjetë, ata pyetje që tonë e sot. Dhe nuk tonë pjetë protest. Pyetje të tyre për putë. Nuk e ti që e shpolla. Nuk e ti që e pizza. Kur të pyetje të i bërë pushime jashtë shtetit. Shqiptarët nuk e kanë të kote unë i kote. Të ma nërë të puti. Qarave, puti ka një vitë. Edhe një vitë jo kapë. Si dhe të kashë. Jo erdi puti. Ka puti për një punë. Jo politeri. Mirka Kumanova. Një përshëndes në një tim, përse në të një emrin e forumit tërkombëtar për drejtat e lirit e njerëzit në Maqedoni. Forumi tërkombëtar për drejtat e lirit e njerëzit konsideron të drejtën e trupimit paqësor, lirinë e shprehjes dhe pjesëmarrjen qytetare si vlera themelore të shoqërie demokratike. Për këtë arsye, ne mbështesim çdo përpjekje që synon mbrojtjen e drejtave dhe lirit të njerëzit përmes vjetëve demokratike. Shqipëria është atë e ynë, i përpashkat dhe atë duhet ruajtur që sy të balli. Në asimonim nuk duhet lejuar degradimi e protestës qytetare në përretës. Apo ashtu si të qëron të ashojnë këtë vend atë shqiptarë të qëmëdorë. Qeveria e korruptuar duhet me njerë të lishojnë vendin, njerëzit meritor nga vendit dhe diaspora për të bërë ndryshimin e madh të zhvillimin e Shqipërisë. Bravo! Nga vullneti shumicës shqiptare, duhet të dalin institucionet e reja që do të drejtojnë vendin drejt Bashkimit Evropian në partneritet të plot në Shqipëri. Shqipërisë i duhet një udhëheqje e re, e cila do të kujdeset për seriozisht për vëllezërit që jetojnë jashtë Shqipërisë, Kosovës, përkatësisht shqiptarët në Maqedoni, provinën e Preshevës. Shamarinë e diasporës të drejtë elementare shkelin për zotin. Nuk është e vërtetë. Deklarata e kriminalit Edi Ramës në shprehet se shqiptarët në Maqedoni janë shtetë për mua. Shqiptarët në Maqedoni ju mohon çdo e drejtë e jetës dhe budget e Maqedonisë janë të mbushur me shqiptarë të pafajshëm që u dënuan në burg të përjashëm nga si që janë rasat e Vlorës, Proteci, Alpa, Lodja Triva në Komanov, prandaj i thënë Ramës, ik bashkë me Berishën. Jo bashkë me Berishën. Unë balës dhe gjithë deputetëve të inkriminuar që nuk në trëmbin, as me spet, as me gazlocjelët, dhe as me dhunën e tyre. Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Rama Bur Berisha Bur! Që ne të tregojmë atyre që nuk i kemi frikë dhe që nuk në trëmbim. Të vazhdojmë çdo ditë këtu, dhe ju bëj një thirrje të gjitha nanave shqiptare, merrni fëmijët dhe hajde në shesh, ju jeni të merrni tyre, ju ja pani patën atyre, sepse ata nuk dinë të merren me njerëz të tjerë, ata dinë të bëjnë vetëm dhunë, dhe të merren vetëm me njerëz të dhunës. Ndaj me ne nuk ju ka etur, sepse ne kemi treguar një qytetëri të pashembull në një muaj e sa protest këtu. Europë dhe gjithë botën përpara tyre. Ju kemi treguar që kemi arritur të them algoritmin e tyre. Ju kemi treguar që ne nuk kemi nevojë të paguajmë për të pasur titull në mediat kryesore. Ne bëjmë këtë me sjelljen tonë, me qëndresën tonë, me dignitetin pastore,
sepse kështu I parojnë ata. Ata kështu nuk di të mere me ne, sepse nuk janë mësuar të mere kështu. Ata njojnë vetëm dhunën, dhe ne nuk do ju përgjigjemi me dhunë. Me prindërit e mi në Tiranë sot dhe vi çdo ditë dhe do të vi çdo ditë. Dhe po ju pyes ju, a vini në Tiranë për protestë gjatë ditë? Në Tiranë kur protestojmë çdo të premte, themi një këngë që të tërë lënjatët e duam, ata që protestojnë. Rama jepe dorëshjen, 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 Rama jepe dorëshjen. Parti Socialiste, Ardit Bido, sot pristi, sot thot vërtetën. Sot ai ju drejtoa një deputeti tjetër dhe tha, Partia Socialiste është një forcë e madhe që do t'ju mbys. Edhe pastaj, pas një pauze tha, politikisht, për ta rregulluar. Ka shumë të drejtë. Gjua e tij dëshmoj kundër tij. Partia Socialiste është një forcë e madhe që po na mbyt politikisht. 83 mandate voton çaj do qefi. Çdo që jashtë kontrollit, larg demokracisë. Ama, unë do sëroj nga pauzën e vogël që bëri. Partia Socialiste është një forcë e madhe që po në mbyt fizikisht. Hodhi, gazlocjellë dhe sprej ariu ndaj grave. Partia Socialiste është një forcë e madhe që po në mbyt ekonomikisht. Edhe këtu nuk kam asnjë shpjegim për të bërë se gjithë e dim. Partia Socialiste është një forcë e madhe që po në mbyt geografikisht. Po shet Shqipërinë, do të ndryshoj hartën si që ka thënë. Partia Socialiste është një forcë e madhe që po në mbyt pabesisht. A i dini se që ka ndodhur sot? Kanë hyrë bodyguardët e udhësi manjes dhe kanë marrë veç brenda një lokalin tingësisht pabesisht Peskaimin, një nga vullnetarët më aktiv të protestës që e kanë mbrojtur marshimin me trupin e tij, edhe i kanë thyer hundën me grush, pasi ja kanë rrethuar 4 veta. Se nuk kanë kurri ata. Kështu që ai kishte drejt. Ju drejtova Partisë Socialiste sepse kështu ai tha. Po jo se kemi ndonjë krah tjetër politik në të protestë. Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Rama kur Berisha kur! Shumë! Unë sot dua të ndaj vetëm me një mesazh për policinë e shtetit, të lirojnë çunat dhe të futen vetë aty brenda për krimet që po bëjnë çdo ditë. Ata duhen të tregojnë për Çeçën, për çdo gjë që ka bërë, për ato femra që kanë marrë zvarr, për ata meshkuj që kanë dhunuar çdo ditë. Deri tani, dhe unë I bëj thirrje Edi Ramës që para se të dalli protestat tona të kujtoj 21 janarin që I mori të gjithë bashkë dhe I çoi drejt ulërimave, drejt zjarrit, drejt zunës dhe drejt vrasjes për të marrë pushtetin që nuk I takon. Ai duhet t'ikë sa më shpejt, sepse na ka ndotur, na ka fliqur, jemi të fliqur për ati. Rama largohu në vete të gjithë, majorancën, opozitën, meri se nuk I duam. Do urrej Rama, ti nuk je shqiptar, se shqiptarit janë të lirë,
shqiptarët janë demokratik, dhe shqiptarët e duan jetën. Ti Rama dhe ti Sala, shkutuni, mere bashkë me vete Kaukantin, Erion Braçi që ka të ftyrë, i të kënë komente njerëzve, duke përsi njës në për Instagram. Fuck you, Erion Braçi, fuck you! Fuck you, Erion! Fuck you all! Motherfucker! I gjatë shkurtër do e thoja. Kush nuk ishte shtop të parlamentit. Sot ishin shokët, vezën tanë. Qoni shqiptarë, se nesër mund t'jeni ju atje. Mund t'jeni ju sot atje për atë qirë të burë. Qoni shqiptarë, ose njëri këtë. Ose njëri këtë dhe koni krusht. O të ndani, koni krusht. Ujtë të në qirë për këtë. Toni shkodran të 3 dekada në Londër, shapën kanë tirë në ardë, kanë marë aeroplanin e parë për këtu. Ty në sashe të shkurta. Një, u peruna me ju që bëni që bashkërojnë qeveria, se ka shkopullu këtë vend, masi se durku në qëllim, për ka harru se diaspora është qutë kam që këtum, edhe do të ujtënë asjerë nesh, për me i patë që të jetët e botës, edhe do të vim prapë të qëtumen, dhe u bashkoni. Dhe sashi ty e kam për policin. A kujtoni ju se Edi Rama ju donë ma fort që Arjon Velin? A kujtoni ju se Edi Rama ju donë ma fort që Tahirin? A kujtoni ju se Edi Rama ju donë ma fort që Ametajn? Jo! Ai do t'u ba ju edhe ma këtë sa t'une kurdi vinë rafti. Prandaj, mos u bani mish për to, se t'kale ju brani bukën e gojës, edhe kur atiti me atë laku, ju as të keni buk, as tërë, as njëri. Prandaj bashkoni, edhe basharoni, se ai është më gjallë për ju, se sa për ne, se të ndi se ne nuk ka që në baj. Sot ju bekoft! Përshëndetje, populli tim dhe bujarë shqiptar. Përshëndetje rinia jonë heroike. E pa ekur. I madhe Kadari thoshe dikur, çfarë do të shqiptari në shekuj? Pak ujë, pak dritë, pak hepër. Çfarë do shqiptari tani? Shumë ujë, shumë dritë, shumë dignitet dhe shumë drejtësi. Ndaj, i bënë kje shpakot, shqiptarëve, prokurorëve, avokatëve, të vejnë drejtësi për popull për i një. Sot ne do të gzim derisa temptat të lirojnë nga burgu nga i tërrinë më nga bërë në komisariatit, ndryshe e do vazhdojnë ku 24 o desa të jarë. Sot rinia jonë, për para ti, si tjero di shket, në vend të ti, si gjaru për para shkot, atëri ti kur pas e përsot, do rinia jonë, do povë shqiptar, do diaspora, i rinia në ti, sa marë punë, veri është qarë, parajsa është për povë shqiptar, Falimi shqiptare, për mësuesit, pedagogët, portin, fermerët, faleminderit për të gjithë ata që ka kontribuar në këtë festë të madhe, për festa e lirisë demokratisë. Faleminderit të gjithëve! Jemi çunat! Jemi çunat! Jemi çunat! Jemi çunat! Bravo populli më i bukur! Përse ndërhyri policia sot, sa do thonin se ndërhyri për të ndërruar rrugën deputetëve. Po përse nuk donën nga ana tjetër, nga ana ku donën pjesa më e madhe e tyre. Ishte e mirë, ishte rrugë pa bllokuar, por nuk donën. Prandaj lind dyshimi kreti arsyeshëm, se u djollë pikërisht në ajo rrugë e provokimit. Që të provojnë për plasje, që të për plasje të dojnë pamje, dhe pamje propaganda. Dhe propaganda se dhunën reale.
Kundër Reale është në Sërnet, është në Rio, është në Media Fire, është patron naziste, është patron naziste, Luna është e paketa maleve, Luna është e paketa fushave detare, Luna është e shpopullimi. Amigos janë simboli seksual vitit. Kjo një kjo, në simbol. Revolucion! 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 Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Shikoni se populli nuk e kupton fjalën revolucion, po jeni ju që nuk po e kuptoni rëndësinë e këtij shasti historik. Vendosturia nuk është punë, shteti ka monopolin e dhunës, por shteti nuk mund të jetë edhe i kapur, edhe njëkohësisht të bëhet arbitër i frikës që prodhon vetë. Po territori vazhdohet në mal, por të shitur, vendosturia e qytetarëve quhet përshtatnim. Normal që ministri ka frikë se kur ke të bësh me hibrida mafia, oligark, dhe i ka dhënë fjalën te populli të thotë jo. Është problem. Nuk e dhënë fjalën dikujt tjetër, shqiptar me titullon si përshtatnim. Ne nuk kërkojmë përplasje, ne kërkojmë përgjigje, ne kërkojmë anullon projektin, lironi çuna, anullon projektin, lironi çuna. Kush nuk e di le ta mësoj se nuk ka forcë që shndron përballë fuqisë. Po se forca punon nga parku dhe nga zemra punon fuqia. Kjo është fuqi. Kjo vullnet është fuqi. Që të mos ndodhë më ajo që ndodhi sot, duan t'i bëjnë fëmijët tanë shërbëtor të punët e eshtur. E unë them se fëmijët tanë duhet të njohin disiplinën dhe jo në shtrimin. Duhet të njohin qëndrimin dhe jo paritjen. Fëmijët tanë do jetojnë lavdin dhe jo pashtërimin. Këta i duan të dorëzuar, ne i duan e shpirtin e djarë dhe trupin e ekur. Ne e duan dorëshje dhe ne e duan shkrijen e parlamentit. Po mbi të gjitha duan revolucion. E revolucion për populli kur i kthehet të kushtet e marrjes së vendimit politik. E një nga ato vendime duhet të jetë kush ka mbajt mandat për faqësimi të 36 vjet, nuk duhet të ketë të drejtë të kandidoj sa të jetë gjallë. Ne jemi themeli. Populli shqiptar është themeli dhe do themeloj rendirerit shqiptarëve. Rrofë Shqipëria! Ne jemi këtu sepse nuk duam të kemi fatin e prindërve të gjyshëve tanë. Ne jemi këtu pasi duam që fëmijët tanë të mos jenë emigrantë për të jetë zotër të këtij vendi. Edi Rama na quan dorë korba sepse është mësuar të ketë edhe rrotull të pjesa spion, ndaj dhe njeriu i lirpën alergjik i Viktori, të dështuar. Ai kërkon burra e gratë për ulura, që i besojnë çdo marrësie që nxjerr prej goje. Kërkon ata që duhet avokati kur ai duhet i personal do që kemi mbledh 1 milion pemë. Kërkon burra pashtullkurizore, të cilët bëjnë sikur nuk kuptojnë, por ai shpjegon arritjet e kryet të vendit më të varfër në Europë. Të gjithë e shohin popullimin e vendit tonë, duam të jemi krenar në vendin tonë, duam të jemi të mirë me dignitet, ndaj vetë do qëndrojnë në të shesh, deri nga politikanët të kuptojnë që koha kur ata ishin zotër, që pa diskutueshëm ka përfunduar. Këtu në të shesh janë bitës e ndërpeot, dhe jeni krenar që kini talë, kundër pushtetit se të zot jeni të lirë.
Doja të fisja sot, sepse në qëse ne nuk flasim, tregojmë që vijem dakord me atë punë që pa në rrjetet sociale. Po mirë shumë që jemi këtu edhe brezi i ri duhet të ketë siguri tashmë, jo të shohë ato punë edhe të shohë që një qeveri e poshtë mund na trajtojnë në ato lloj mënyre. Nuk e kuptoj pse ata duhet të ofendojnë neve, ndoshta Edi Rama kur shikon postet thot ata po flasin për ne, unë jam shumë i lumtur se ka dalë ai popull atje, edhe unë kam bërë gjithçka mirë, një narcisist që nuk arrit ta shohë se sa shumë e urrejnë tashmë njerëzit. Do të duhet shohësh tashmë se sa shumë njerëz ke këtu shesh dhe të gjithë janë kundra teje, mos fol më me atë lloj sigurie sepse në fundit duket qartazi që shenjat e tua të shumtuara, fjalori jo të shumtuar nuk na përfaqëson më ne dhe ti për ne je turp tashmë, je turp, ku Shqipëri je turp jashtë, je turp kullot, dhe shikoje, të gjitha pankartat janë për ty, të gjithë ky shesh është i mbushur këtu për të treguar që ti më nuk je kryeministri jonë, dhe kaq. Këtoje tashmë që i gjithë brezi i ri nuk do më të ketë kryeministër Rama jepet dorëheqjen. Rama jepet dorëheqjen. Rama jepet dorëheqjen. Dashur qytetarë, lejoni të falënderoni për qëndrimin tuaj dhe qytetarinë tuaj. Sot nuk kam dalë këtu për politikë, kam dalë këtu për jetën, kam dalë këtu për ata njerëz që nuk mund të flasin sot dhe për ata prindër që kanë humbur përgjithmonë për qafimin e fëmijëve të tyre. Për ata fëmijë që nuk kanë praninë e prindërve të tyre. Për fëmijë që shkënë nga spitali me një bëslëp që nuk mund të mbushet turp edhe i vitës, shërbejnë në qendrën spitalore universitare në Tereza. E jetoja të realitet nga afër, shoh dhimbje në sytë e pacientëve, ankth, pasiguri, përpiqen mjekët, inxhinierët të bëjnë mrekulli, me duar poshtë, pa medikamente. Nuk është normale që në një spital muhojnë medikamente fizike. Është që profesionistët të shëndetësisë të detyrohen të improvizojnë, sepse sistemi nuk i siguron mjetet e nevojshme. Dhe nuk është normale që mos kemi protokolle të qarta, kodifikuara, mjekësore e infermierore. Nuk jam këtu për të sulmuar mjekët e infermierët. Ata janë njerëzit që qëndrojnë pranë pacientit, që mbajnë pisues dhimbjen, përgjegjësinë dhe lodhjen. Ata meritojnë respekt, zoti kryeministër, mbështetje dhe kushte të mira pune. Dhe e di pse, sepse kur një shpirt ikën nga ky jetë, të pjesë e jona, vdes bashkë me ta. Prindërve tanë të dashur, ky sistem që dërtuat për vite me radhë, ju vëstroj dhe ju lodhi psikikën. Ju pagosi presën, por jo prisë në tonë, Edi Rama, dhe jeni shpesa e tyre. Shikojmë një sistem që të përë në njënda, që të dalim që e të 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 bëjë realitet. Rama jepet dorëheqjen. Rama jepet dorëheqjen. Dashuri, se mbi dashuri për pushim, po ta gjem paqen! Çfarë bëjmë kur shtetin na sulmon me dhunë? Ne nuk i përgjigjemi dhunës së shtetit me dhunë. Se e themi këtë? Sepse shteti humbet kur gabon, ndërsa ne fitojmë kur dokumentojmë çdo shkelje dhe ndjekim rrugën ligjore. Ne duam drejtësi! Nuk mund të protestojmë me dhunë për të kërkuar drejtësi. Rezistent, vendosmëri,
jemi dakord për të gjë. Çfarë bëjmë kur policia sulmon? Prohemi duke u tërhequr dhe duke dokumentuar çdo gjë. Ju erdi fundi! Ju erdi fundi! Se cili prej nesh ka për detyrë ta ndaloj dhunën që ushtrohet kundrejt qytetarëve tanë, kundrejt shokëve tanë, kundrejt familjarëve tanë. Mbrojmë njëri tjetrin duke ndjekur rrugën ligjore. Nuk luftojmë me njëri tjetrin, por luftojmë dhe rezistojmë për njëri tjetrin. Forca jonë është e vërteta, bashkimi, besimi dhe drejtësia. Dhe për këto të gjitha që thash, çunat që ju keni marrë, do tregojmë të njëjtën gjë, rezistencë, bashkim, dashuri dhe paqe! Lironi çunat! Lironi çunat! Lironi çunat! Freedom fighters dhe terror. Lironi çunat! Ju lutem pastroni dhe mbeturina kur dikem. Ne duhet ta lëm vendin më të pastër se sheqeto, se ne jemi ndryshe nga ata. Vllau shqiptar nuk fiton mbi vllau shqiptar. Sot kjo tradit u shkel. U shkel nga ta kriminal që quajnë vetë polit, por nuk ka polit, por jeni qerë. Jeni qerë të poshtër. Që marrin në plakun e tyre, ka marrin shqiptar mbi kokën e tyre. Po kanë të pritin për të plerën në mrapa. O plerë! Pritë to ka pjetë e ditë poput, nuk ka pjetë, ata pritë që tonë e sotë, dhe nuk tonë pjetë protest, pritë të tyre poput, nuk e ti që e shkolla, nuk e ti që e pizza, kur të pritë të i bëjë pushime jashtë shtetit. Shqiptarët nuk e kanë të kohë të unë i kokë, të ma nërdi Putin, qarave, Putin ka një mitë, edhe një mitë jo kapë, si dhe të kashë. Ju erdi fundi, pa fundi, pa gjithë po, ju po një tërë.